Sapo ka përfunduar sfida klasike e futbollit shqiptar, Vllaznia Tirana, skuadra kuqe-blu e drejtuar nga Edi Martini fiton me rezultatin 3-1. Kam të pranë një emër simbol të futbollit shkodran, është Olik Shkodri, ish kampion në Vllaznin, jeton prej vitesh në Gjermani, por e ka të ndarë mes Gjermanisë dhe Shkodrës dhe sot sa herë është në Shkodër, apo kur luan Vllaznia, gjithmonë viziton Loro Boriçi. Patjetër, sa herë që t'jetë mundësia me pa Vllaznin, dihet mos, zemrën këtu e kena. U kënaqet sot me këtë fitore të ekipit tuaj zemrës? Një Vllazni shumë e bukur, një Vllazni që të kënaq, që të arkton, domethënë një Vllazni origjinale, unë më thon, mos i Vllaznia e kena vujt disi, këtë futbollin e bukur edhe po na kthehet edhe futbolli i bukur, përveç fitoreve, patjetër. Olix po thohet prej sa javësh që kjo Vllazni është ndër më të mirat e viteve të fundit. Jeni ke mendimin? Po, është një Vllazni shumë e bukur thash, është një Vllazni që ja kthyi origjinalitetit edhe lojës bukur edhe fitoreve, edhe vitet e fundit nuk e di, patjetër që e 10-15 viteve të fundit tham që po. Një Vllazni që drejtohet nga dy miqtë tuaj, kolegët e fushës Sinani dhe Martini. Po, janë dy legjendat e Vllaznisë edhe për mu janë të bëha shumë mirë, sidomos në përcaktimin e atyne mungesave që i kishte Vllaznia ose atyne dobësive që i kishte vjet, mushin atyne boshllëqeve dhe Vllaznia po tregon që është një ekip thonë që është pretendente kryesore për medalë kampion. Flasim pak konkretisht për çojën e takimit, Tirana filloi me avantazh, Vllaznia përmbysi dhe mbylli 3-1. Po, fillimet ishin pak me lohatje për Vllaznin, kishte të rastet Tiranës, ndoshta edhe Tirana lute pak më lirshëm ndoshta, atë sepse pasi një ekip ishte, Vllaznia ishte superiore. Por gjithsesi Vllaznia mori vetin mirë edhe pa me një ndeshje shumë bukur, një fitore me shumë vlerë, një fitore e pjekun, domethënë një ekip i pjekun që din me marr fitoren edhe kur ishte në një, po them në një presion nga Tirana. Olix, jeni prej vitesh që ndiqni Vllaznin dhe kjo Vllazni ka qenë shumë pranë titullit kampion vitet e fundit, por në finale për një barazim atëherë me Teutën, dhe të tjera finale që ka humur me Ignatin. Mendoni që është viti i Vllaznisë për titull? Për këtë tap ndoshta është pjek si mjet puna për me marr kampionatin. Ni ka shkuar për Vllaznia, s'ka mujt, por gjithsesi ky është sporti, di ata puna por në kupe nuk fiton. Kështu që ndoshta ato humbje dhe atyne e vjeçme në kampionat dhe atyne para 3 vjeç, them që si mjet inshallah është pjek puna për me marr mas fundit, mas shumë vitesh edhe herë kampionatin. Kë shikon që rival direkt të Vllaznisë? Janë disa skuadra që përpiqen ta ndjekin Ignati, është për momentin Dinamo fitoi sot. Për mua Vllaznia është nivel më i lartë se të gjitha ekipet si vjet. Unë nuk vend dytë asnjë, po them vendi i tretë ndoshta Ignatia, edhe ndoshta edhe Dinamo deri diku. Masi ato janë edhe dobësu pak me shitjen e lojtarëve, kurse Vllaznia ka thith lojtar të mirë, kështu që kena kriju një distancë për sa i përket kualitetit. Ta mbyllim me tifozët, skuadra po feston duke bërë xhiron zakonshme ku përfundon takimin dhe u përshëndet gjatë dhe akoma vazhdon të përshëndetet me tifozërinë shkodrane, e cila është më entuziaste se kur dhe po e mbush stadiumin Loro Boriçi. Po, për atë them gazi, është një Vllazni e bukur, një Vllazni origjinale, për atë ta thash se Shkodra don këtë soi futbolli, domethënë i don fitoret me futboll të bukur, edhe Vllaznia po i merr fitoret me një futboll shumë të bukur. Olix Shkodri, faleminderit. Faleminderit gazi edhe ty. Isha me Olix Shkodrin, një emër i veçantë, i spikatur i futbollit shkodran, kampion me ekipin kuqe-blu, me një karrierë të gjatë në Gjermani, por edhe me ekipin kombëtar. Nësisi ishim së bashku në Nasia jem, ja. Faleminderit shumë. Në lidhjet e drejt nga Loro Boriçi, në mbylljet e super sfidës të klasikës Vllaznia Tirana që përfundoi me fitoren e kuqe-bluve 3-1. Nga unë Gaspar Marku dhe Olix Shkodri, përshëndetja fundit. Miru takoshim në të tjera lidhjet të drejta. Deri atëherë miru pafshim.